Përshëndetje të dashur teleshikues. Sot unë juftoj që të na ndiqni nëpërmjet valve të televizionit Apollon, sepse kemi përgatitur për kënaqësinë tuaj një program dedikuar ditës evropiane të gjuhëve të huaja. Për këtë arsye kemi të ftuar në studion e emisionit ton drejtorin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve të Fierit, zotin Erion Sheme. Mirë se keni ardhur në studion e emisionit ton. Njëkohësisht kemi të ftuar edhe drejtorin e programacionit në televizionin Apollon, por që sot në këtë studio ka ardhur si shkrimtar, madje shumë prej fëmijëve e njohin sepse kanë lexuar librat e tij shumë të bukur që ka shkruar për fëmijët, shkrimtarin e nderuar zotin Maku Pone. Përshëndetje profesor Maku dhe mirë se keni ardhur në studio. Njëkohësisht kemi këtu në studion e emisionit tonë edhe kryetarin e shoqatës së prindërve, zotin Lindita Furera. Mirë se keni ardhur në studio, unë ju falenderoj. Njëkohësisht të dashur miq, siç e shikoni, këtu kemi edhe shumë fëmijë, të cilët janë fëmijët e Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Ata janë aktivistët të cilët marrin pjesë në festivale, janë këngëtarë shumë të njohur dhe sot do të na flasin pikërisht për gjuhët e huaja. Atyre ju ka rënë rasti që pse jo të shkojnë edhe në vende të ndryshme të botës dhe njëkohësisht mësojnë në shkollën e tyre edhe gjuhë të ndryshme. Mirë, në këto momente ne do ta fillojmë këtë program që kemi përgatitur pikërisht për ditën evropiane të gjuhëve të huaja, duke ndjekur një këngë të interpretuar nga këngëtari Mario Muho. Jo pa qëllime kemi transmetuar këtë këngë si të parën për ta hapur këtë program. Unë juftoj që ta ndiqni këngën dhe më parë të rikthehemi sërish në studion e emisionit ton për të zhvilluar dhe bisedën që kemi përgatitur për këtë ditë. Sësja ime përsëris të çdo mësi, I mësova unë si shokë, por si ti asnjë kuptim. Po kur shkova larg një ditë, larg atje në Amerikë, me shumë gjuhë tonë edhe shqipja jo, s'dim se zemra më kufon. Vetëm kur dëgjoj të flitet shqip, sytë e mi shkëlqin e japin dritë. Zemra drive veloti pikon, se bukur është gjua jo. Kur dëgjoj ushqim, shkova larg një ditë, larg atje në Amerikë, me shumë gjuhë tonë edhe shqipja jo, s'dim se zemra më kufon. Vetëm kur dëgjoj të flitet shqip, sytë e mi shkëlqin e japin dritë. Kur dëgjoj ushqim, tri sytë nga
rikthyer sërish në studio, sapo kemi ndjekur këngën e cila ishte interpretuar nga Mario Muha, një këngëtar i cili ka marrë shumë herë pjesë në festivalet e fëmijëve të cilat janë zhvilluar. Njëkohësisht duhet të theksojmë se ai tashmë ndodhet në Amerikë. Dhe jo vetëm si Mario, por ka edhe shumë fëmijë të tjerë të cilët kanë emigruar nga vendi i tyre drejt një vendi tjetër. Dhe sigurisht primare për të çarë në këtë vend të huaj, pse jo për të futur në shkollë, për të studiuar sa më mirë, duhet njëkohësisht edhe gjuha e huaj, sidomos anglishtja, e cila tashmë është bërë një nga gjuhët ndërkombëtare dhe shumica e njerëzve më tepër do të flasin për fëmijët, duhet të dinë gjuhën, sidomos anglishtën, sepse në çdo vend që të jesh, në Kini apo në nuk e di në çfarë vendi të përmend, por që je i aftë për të komunikuar, sidomos në gjuhën angleze. Mirë, meqenëse tham se kemi këtu në studio edhe drejtorin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, zotin Erion Sheme, unë do t'i bëja një pyetje. Ju jeni drejtori në Qendrën Kulturore të Fëmijëve dhe unë di që në këtë qendër ka njëkohësisht edhe kurse të gjuhëve të huaja. Si është frekuentimi i gjuhëve të huaja nga fëmijët në këtë kurs? Më flisni pak më tepër. Është mjaft i lartë, bile këto rrethje janë rrethjet më të kërkuara prej fëmijëve dhe shpesh herë ka kaluar atë numrin normativ që kemi ne 15 nxënës për çdo kurs. Më përpara kemi pasur frëngjishten, si gjuhë të huaj, më vonë kemi anglishten dhe italishten që i kemi aktualisht, dhe janë nga gjuhët më të frekuentuara, italishtja dhe anglishtja sidomos. Pra edhe këtë vit do të ketë kurse në gjuhën angleze dhe në italisht mirë. Edhe një pyetje tjetër, ç'bëni ju që të rritet frekuentimi i fëmijëve në këto kurse, sepse dihet që gjuhët e huaja janë shumë të rëndësishme, sidomos për fëmijët që janë edhe brezi i ri. Jemi të detyruar të bëjmë lajmërime të përshkolla dhe të bëjmë atë sensibilitetin që duhet të afrohen pranë këtyre kurseve, edhe vetë fëmijët, prindrit e fëmijëve e ndjenë të nevojshme që duhet t'i afrojnë sa më shumë me gjuhët e huaja fëmijët dhe vinë, i sjellin, i regjistrojnë, ndonjëherë ka vajtur mbi kapacitet numri fëmijëve. Po. A ka kushte të mjaftueshme, kushte shumë të mira Qendra Kulturore e Fëmijëve për t'i zhvilluar në mënyrë sa më komode këto kurse? Tani e vetmja gjë që ne i sigurojmë këtyre fëmijëve është kuadri, si thua, mësuesi që ne kemi, sepse dihet që Qendra Kulturore e Fëmijëve fatkeqësisht sot në këto momente mos u them që është jashtë funksioni nga ana e godinës, e ndërtesës që ka nevojë për një rekonstruksion. Ky është një problem tjetër që mund ta zgjidhni të tjerë. Profesor Marku, ju jeni një shkrimtar, keni botuar edhe shumë libra për fëmijë. Dhe gjithashtu jeni edhe një njohës shumë i mirë i gjuhëve të huaja. Sa ju ka ndihmuar kjo në punën tuaj si shkrimtar? Njëherë, patjetër do të kaloj dhe tek gjigje, por në radhë parë, unë e përshëndes këtë lloj emisioni, që nxit edhe do të krijojë opinione për gjuhët e huaja. Mbasi ja ku kemi fëmijët përballë dhe kemi hyrë në një shoqëri ku komunikimi del në plan të parë midis shqiptarëve dhe shtetasve kudo që ndodhen. Jo vetëm për qëllime kur shkon në atë gjuhë, siç e thatë ju, që të vesh në Shtetet e Bashkuara, në Kanada, do dish anglisht. Po, mund të afroni pak mikrofonin, lutem? Të vesh në Spanjë, do dish spanjisht, në Itali, italisht. Kjo është një fazë tjetër. Po në radhë të parë, gjuhë e huaj është çështje jete. Sepse, nëse në fazën e parë, edhe unë e shtoj në radhë të parë për fëmijët e shkollave, të cilat i kanë të gjithë mundësitë për ta studiuar gjuhën, qoftë nëpërmjet orëve mësimore për gjuhën e caktuar, qoftë nëpërmjet kurseve në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, qoftë me mësues privat, qoftë në mënyrë ajo që ne i themi autodidakte, të mësosh vetë. Nuk kanë qenë mundësitë në kohën e fëmijërisë edhe të studimeve të mia. Basi ishte një gjuhë e huaj në program, ka qenë gjuha ruse, por ajo ishte, si thuash... Sa e vështirë ka qenë ajo për të përvetësuar nga ju? Ajo ishte shumë e vështirë, mbasi mungon të
komunikimi. Mund të mësoj edhe të ishe nxënës i shkëlqyer në mësim, në këtë gjuhë, por nuk komunikohej me këtë gjuhë. Të tjerët, sipas dëshirave, në mënyrë do thosha pak ilegale, mbasi këto nuk inkurajoheshin nga shteti, përkundër se shikoheshin me dyshim, edhe për këtë mund të flasësh gjatë, po së shkoha këtu. Për shembull, unë, si thuaç bashkë me një shokun tim, kysh në adoleshencë fillon të mësonim italisht në mënyrë pothuaj të fshetë me fjalë. Nuk ishte askurse përkundër se të shikonin me dyshim, sepse ishin ato konceptet e asaj kohe. Ju keni shkuar edhe në Rusi, profesor Marko? Po, më vonë kam shkuar, kam kryer studimet, edhe e kuptoj që përvetësimi një gjuhe të huaj është me të vërtet, do të thosha një shtyll në jetën e njeriut, mbasi përveç se mundësive që t'jep, domethënë, e gjithë literatura, qoftë artistike, qoftë shkencore, në gjuhën tënde, gjithmonë është e mjaftueshme për atë njeri që do që të ecë dhe të studiojë. Por sidomos sot nuk mund të ecësh pa gjuhën angleze, vetë kuptohet pa frëngjishten, gjermanishten, italishten, cilët janë nga gjuhët më të folura në kontinent. Dhe me që se ju përmëndët anglishten, anglishtet është më shkëthyre në një gjuhë ndërkombëtare që shumica duhet që ta dinë. Atëherë më shuani një kuriozitet. Rusët, në atë kohë që ju keni qenë për studime, dinin gjuhën angleze apo nuk ishte kthyer ende në një gjuhë ndërkombëtare? Jo, në atë kohë studiohej anglishtja dhe frëngjishtja. Po ne që ishim student shqiptar, nuk I kishim komoditetet e studentëve të viteve të tjera, të ardhur nga shtetet ndryshme të botës, të cilët shteti I mbante një vit për të mësuar gjuhën. Unë kam shkuar drejtë në leksione, drejtë në mësime, me atë rusishe që kisha mund të bëja në shkollën e mesme. Vetë kuptohet, varet sipas shkallës së thithjes së gjuhëve të huaj nga individi, varet nga përkushtimi, domethënë, por nga vullneti ose nga dëshira për të ditur një gjuhë të huaj. Edhe nga mundësia e kontakteve të cilat sigurisht kur je në një vend të huaj, kontaktin do ta kesh po në atë gjuhë. Por unë do t'ju thosha, për çështjen tjetër të rëndësishme, atë që e lidha me jetën, mbasi siç thash, gjuha e huaj është shtyll për të ecur në jetë. Cili do, sepse kontaktet sot midis vendit tonë dhe aq më tepër në të ardhmen e kur të arrijmë fëmijët që kemi përballë, do të jenë në moshën e rinisë kur Shqipëria do të jetë futur në Bashkimin Evropian. Njeriu do të vetë punojë në Gjermani, do të punojë në Itali, në Francë, do të punojë në Shqipëri, do vinë të huajt këtu, do vëmin e të huajt, prandaj gjuha këtu nuk asgjë bëhet fjalë. Ajo do të jetë e rëndësishme, kuptohet aq sa ç'është edhe gjuha mëm. Si që zotëron gjuhën shqipe, duhet të zotërosh edhe në gjuhë tuaj. Po me që unë flas edhe si shkrimtar, do t'ju përmend vetëm një shembull, poeti kombëtar I Hungarisë, Shandor Petefi, në moshën 14 vjeç zotëronte 5 gjuhë të huaja, me të folur edhe me shkrim edhe me studime. Domethënë, kjo e çoi pastaj që drejt studimeve, drejt një letërsie të madhe, aq sa ai është një lloj siç kemi neve në infrashrin edhe gjej fishtën në Shqipëri. Kështu që në këtë rast është e tepër të thoshim, mbasi jo vetëm fëmijët që kemi përballë, po dhe të gjithë ata që na ndjekin në mes ekranit e dinë rëndësinë. Vetë se do të thosha diçka. Dëgjoj shpesh që thonë sidomos prindër që fëmija im dhe italisht. Po ku ka mësuar? Shtrohet pyetja, a ka mësuar nga televizori? Po, do ta kapim edhe këtë temë, kemi për ta diskutuar në emision. Madje edhe në një rast ka thënë dikush që ka mësuar nga televizori dhe anglisht. Atëre, boll që këtë fëmijë ti vesh televizionin gjuhë tuaj, do t'i mësoj të më thënja 7 gjuhë ose 10 gjuhë të huaja. Po, falenderoj profesor Marko. Kalojmë pak tek Sonja Lindita. Ju prezantuam si kryetare e shoqatës së prindërve. Atëherë do t'ju bëjmë një pyetje si prind që jeni. Si edukoni ju fëmijën tuaj me edukimin për të mësuar dhe me dëshirën për të mësuar sa më tepër gjuhë të huaja?
Atëherë faleminderit për ftesën. Dhe them që un kam 3 fëmijë dhe djalin e madh e kam sportist, kështu që më del shpesh jashtë shtetit dhe ka të domosdoshme gjuhën e huaj. Ai frekuenton shumë anglishten dhe kur ishte në Gjermani komunikonte shumë mirë me shokët e tij atje. Them se edhe të gjithë fëmijët e tjerë kanë të gjitha komoditetet. Them se edhe fëmijët e tjerë, shokët e djalit tim, vajzave të mia dhe këta fëmijë që janë këtu, them që kanë gjitha kushtet, gjitha komoditetet sot që të plotësojnë çfarë do lloj dëshirë, çfarë do lloj gjuhë të tyre që duan. Po, faleminderit. Këtu në studio, siç e patë edhe vetë, kemi edhe shumë fëmijë, të cilët po dëgjojnë bisedën. Keni dëshirë ju fëmijë që të mësoni dhe të dini sa më shumë gjuhë të huaja, më tregoni pak. Ka ndonjë nga ju që di gjuhë të huaja, ka mësuar në shkollë ose di edhe vetë? Kush është ka ju? Kremantini. Ja flasim pak me Kremantinin, po. Atëherë, Kremantini? Unë flas gjuhën angleze, e kam mësuar në shkollën. Si e ke mësuar ti? E kam mësuar në shkollën që studioj dhe i përshëndes gjithë stafin e shkollës që mund të na japi këto rezultate kaq të larta. Gjithashtu e kam përvetësuar dhe kur kam shkuar jashtë shtetit në Angli. Po? Nga bisedimet që bëni me anglezët, përvetësoj sa më shumë gjuha. Po. Ti kur shkove në Angli, e kishe shumë të vështirë që të komunikoje me njerëzit, apo nga që ti kishe mësuar në shkollë dhe vetë vitet që ti ke mësuar në gjuhën angleze, ta bën më të thjeshtë të komunikimin tënd? Nga studimet që bën në shkollën time kisha shumë të thjeshtë komunikimin, por megjithatë të dukej disi pak e vështirë. E vështirë. Ke dëshirë ti Kremantin që të dish sa më shumë gjuhë të huaja? Cila është gjuha jote që të pëlqen më tepër, që ti e mëson me më shumë dëshirë? Normal, anglisht. Anglisht, ja. Mirë, me qenë se profesor Marku na përmendi pak televizionin, po faleminderit Kremanti. Dim që fëmijët Unë doja që Kremantini për shembull të lutem po të çoj. Po, hajde pak Kremanti. Një përshëndetje. Një përshëndetje? Në gjuhën angleze. Sepse edhe shokët e shoqet e tua mësojnë anglisht. Ti përshëndetesh pikërisht ata që të kanë mësuar anglisht. Pse jo, kishim shëndesh ta e bëje përshëndetjen në anglisht, po. I like my teachers, thank you. Faleminderit Kremantin. Mirë, ta pak më përpara që televizioni tashmë për fëmijët është bërë një nga gjërat që i pëlqen më tepër në kohën e lirë. Shumica e fëmijëve mësojnë ose shikojnë televizor, shikojnë programet e tyre të preferuara dhe për këtë arsye shumë prej tyre mund të kenë përvetësuar edhe gjuhën, por pse jo din shumë fjalë, sidomos në gjuhën italiane, unë di që është më thjesht për të kapur nga valët e televizionit. Cili prej jush e ka bërë këtë gjë? Që shikon shumë filma vizatimor, ja unë shikoj një djalë këtu, të lutem kamera më ndi që të vemi tek djali. Po, si e ke emrin ti? Kevin Meli. Kevin, ti shikon filma vizatimor, shikon shumë televizor, kalon shumë kohë pranë ti? Besoj se po. Sa orë për shembull? Në kohën e lirë, pasi mbaroj detyrat pasi vi nga shkolla, unë shikoj pasi mbaron detyrat, unë shikoj vetëm televizor. Vetëm televizor. Kjo është mënyra jote vetme e argëtimit për ty për të parë filmat e tu të preferuar? Jo, kjo nuk është mënyra e vetme sepse unë luaj me motrën, kam lojrat e mia, por televizori më pëlqen më shumë, sepse argëtohem dhe në të njëjtën kohë mësoj. Po. Mëson, cilat janë filmat e tu vizatimor të pëlqyer? Në çfarë gjuhë janë ata? Italiane. Janë italiane. Dhe ti, duke parë vetëm këta filma vizatimor ditë për ditë, shumë shpesh ke mësuar flasësh italisht? Unë kam mësuar të flas italisht, dita flas rrjedhshëm italishten. Sepse shikoj një stacion italian ditë për ditë për fëmijë, Disney Channel. Po. Dhe nga i cili kam përvetësuar gjuhën italiane. Po tjetër nga ju fëmijët, ka ndonjë që e ka përvetësuar gjuhën italiane ose që do di të komunikoj pak, është kjo vajza këtu. Unë do të kisha shumë dëshirë që të vije pak këtu, sepse me djalin dua që na zhvilloni një bisedë të shkurtër në gjuhën italiane. Në këtë mënyrë i tregojmë edhe fëmijëve të cilët janë duke na ndjekur që në kohën e tyre të lirë të përkushtohen edhe televizionit, sepse jo vetëm që argëtohen duke parë emisionet e tyre të preferuara, po vajza mund vish këtu. Por njëkohësisht pse jo përvetësojnë edhe gjuhën, mund të vi këtu edhe djali dhe hajde më krijoni një bisedë të shkurtër. Çfarë do t'i thuash ti vajzës? Për çfarë do ta pyesësh, por në gjuhën italiane? Ciao, come stai? Sto bene, grazie. Io sto bene. Ma tu che canale guardi? Che ti piace? A me piace Disney Channel, lo guardo tutti i giorni. Grazie, arrivederci. Ciao.
Mirë, një bisedë shkurtër, djali e pyeti si e mirë, i tha vajza, cili është stacioni juaj i preferuar, ishte një stacion italian i cili transmeton vazhdimisht filma për fëmijë, njëkohësisht edhe vajza për ty ishte edhe stacioni preferuar. Mirë, unë të falenderoj shumë, mund të shkosh tek vendi jot. Gjithashtu do të vazhdoj edhe pak me fëmijët e cilët janë këtu në studio. Ka ndonjëri prej jush i cili ka shkuar në një shtet të huaj përveç Kremantinit? Edhe përsëritje. Sa e vështirë ka qenë për ty që të shkoje në një vend të huaj, të komunikoje, apo ke mësuar ti mund të vish këtu afër meje që të përgjigjesh pyetjes? Hajde. Kur kam qenë e vogël, unë kam shkuar në Kanada dhe atje kam mundur të përvetsoj gjuhën angleze. Nuk e dija perfekte, po kur kam shkuar në shkollë këtu në Shqipëri, më ka ndihmuar shumë dhe pikërisht kur erdha këtu e kuptova ndihmën që më ka dhënë kur shkova në shkollë në Kanada. Po, mund të shkosh te vendi, faleminderit ja për atë dashur fëmijë të cilët jeni duke na ndjekur. Pikërisht ky është edhe qëllimi i këtij emisioni, në mënyrë që ne nëpërmjet këtij programi, në ditën evropiane të gjuhëve të huaja, ju përcjellim ju edhe një mesazh, sepse vërtet gjuhët e huaja janë edhe gjëja më e domosdoshme, sidomos e tha edhe profesor Marku që në të ardhmen do të futemi edhe në Bashkimin Evropian. Me shpresën e mirë për këtë dhe sigurisht do të jetë një augur shumë i mirë edhe për ne. Mirë fëmijë? Në këtë moment do të bëhemi gati për të transmetuar një tjetër këngë. Këngët që kemi përzgjedhur për të transmetuar në këtë program do të jenë këngë kushtuar gjuhëve të huaja, kënduar nga këngëtarët të cilët janë aktivistë në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Jemi rikthyer sërish në studion e këtij programi, kemi ndjekur një këngë të interpretuar nga këngëtari Sokol Doko dhe Zogjtë e Shpirtit julloi kënga, ndërkohë që ne vazhdojmë sërish bisedën këtu në studio, pikërisht po flasim për ditën ndërkombëtare të gjuhëve të huaja. Zoti Irion, ju merreni gjithashtu edhe me muzikën, jeni një kompozitor. Sa ndikojnë gjuhët e huaja në këtë profesion tuaj? Ne duke qenë profesion krijues, vetë muzika është një gjuhë e përbashkët, pra është e njëjta gjuhë në të gjithë botën, por duke qenë se jam krijues, punoj me koncepte. Pra,
kur studioj kompozitorët e huaj në gjuhën përkatëse, sidomos në atë angleze dhe italiane, merrem nga ana profesionale duke studiuar anën e konceptit si ata krijojnë, çfarë përdorin, sepse konceptet janë shkruhen në gjuhën që ato janë botuar. Kurse notat tjetë që janë e përbashkët. Pra punoj me koncepte nga ana profesionale. Ashtu si kurse një shkrimtar që studion një shkrimtar tjetër në gjuhën e tij, origjinal, unë jam i detyruar të studioj konceptet e tyre. Kompozitorëve tuaj. Profesor Marko, do t'ju bëja një pyetje. Meqense ju thatë që keni kaluar disa kohë në Rusi, na tregoni ndonjë mbres që ju mbani mend nga Kroatia, lidhur sigurisht me gjuhët e huaja. Me gjuhën e rusishtës më saktë, meqense ju keni shkuar edhe në Rusi me studime. Së pari udhtoja njëherë më kujtoa me një shokun tim, i cili ka qenë pedagog në Universitetin e Tiranës për matematik, Mustafa Fezgo. Do futeshim në autobusin urban, edhe ati kishte fatorinua. Po ne kishim vendosur që të mos bënim gabime. Edhe bileta në Shqip është gjinia femërore, bileta. Edhe në gjuhën ruse është gjinia maskullore. I thonë bilet. Tamam po atë fjalë kanë, po i thonë bilet, jo bileta. Që të shpreheshim mirë, duhet të thoshim 2 bileta, 2 bileta. Po gjinia femërore kërkon 2 bileti. Në më thënë, ishe krejt e kundër 2, se ashtu kthehet për gjini femërore, dhe bileti do thot bileta, por në gjini femërore. Edhe i thamë neve shumë të sigurt, bile pak duke u krekosur, 2 bileti. Ajo qeshi, edhe tha, 2 bileta, tha. Kaloni. E bët gabimin, me gjithse ishte. E bët gabimin edhe më kujtohet që kishim një 2-3 ditë që kishim vajtur dhe epesh një film Maksimka. Qëlloj që unë me këtë shokun kërkonim një adres, edhe e gjetëm shtëpin. Na pritën jasë zakonisht mirë në këtë familje, ky kish pasur korespondencë me djalin e shtëpis. Na ftuan, edhe jepesh një film, si që thash Maksimka. Filmin e kishim parë, fjalët, disa fjalë i kishim dëgjuar, mi po sa po të gjonim një fjalë, i ktheshim njëri tjetrit në cilin mësime kemi bërë në shkollë. Në mësimin 48-a, në 50-ën. Në kohën që ne kërkonim që ishe dëgjuar, si ishe dëgjuar, aty kishin ikur 50 fjalë të tjera. Sepse, ajo që thashë, gjuha kërkon ta ushtros sa më shumë, të bashkëbisedosh në atë gjuhë, më thënë, sepse nuk është e lehtë. Edhe më kujtohet edhe diçka tjetër, po ju them me një tip kështu të lehtë. Një shoku ynë, për fat keq nuk jeton më, është një fjalë që i thon mishka, i thon miut. Mishka i thon ariut. Mishka. Kurse miut i thon mishka. Ne nuk e kemi këtë. Këtë zanore mëj nuk e kemi. Është vështirë ta thuash në Shqip. Do thuash mi. Nuk thot do të mëj. Në më thonë unë ti. Ne themi ti. Edhe a i kishe parë një miqe, dilte nga një vrim në dhomë. Edhe vinë shokët e tia rusë. Edhe u thosh, këtu doli mishka, u thoshte. Mi po mishka është ari, u kaq. Qa i thëmë ta? Mishka dhe. Po ty si ka mundësi? Po doli dhe, unë e pas me. Jo, nuk e kem parë. Po unë e pas vetë. Po qysh i këtej? A i këte kështu tha. Edhe bërë në sikurit ja për dhe tregon dhe bishtin e miut. Do më thënë, një zanore, një gërm e vetme, ndryshon një fjalë. Do më thënë, këtu e kam fjallin që, kur ta mësojmë gjuhën, ta mësojmë edhe me thekset. Për shembull, unë kam vënë re, për shembull, atë sën greke. Nuk e kemi si ne se, po e kanë si se. Nuk e kanë. Kuptohet me njerë që flet anglisht, po kuptohet me njerë që ke theksin shqiptar. Kur flet italisht, me njerë kuptohet që nuk e italian. Sepse, ajo kërkon, do më thënë, kohë të gjatë, kërkon edhe pak vesh muzikor, që ta kapësh, të kapësh atë nuancat e asaj zanore italiane. Se ju e keni vënë re, për shembull,
të marrësh dialektin e Napolit, për shembull mund të dish italisht të llafosësh me një napoletan, nuk e kupton fare. Po. Madje kjo gjë mund ndodhi edhe këtu në Shqipëri. Duke folur për shembull për gjuhën janë të ndarë tosk, geg, vazhdimisht ne kemi edhe fjalë në gegërisht që nuk i kuptojmë. Kjo ndodh edhe vetë në gjuhën shqiptare. Është dialekti, po ajo është. është. Se më jepet mundësia të vazhdoj, unë këtu do të kisha mendimin e parë. Ne flasim për gjuhët e huaja, por unë megjithatë jashtë teme do të nënvizoja që ne të zotërojmë në mënyrë të përsosur gjuhën tonë. Do më thënë, nuk mund të mësosh një gjuhë të huaj pa e ditur mirë gjuhën tënde. Nuk po them për përkthyesit që detyrimisht duhet të dinë gjuhën në mënyrë të përsosur gjuhën mend. Sepse edhe në qoftë se ai ta flet, ti nuk arrin dot ta përkthesh në gjuhën tënde, nuk do rish ta kuptosh. Kështu që krahas gjuhëve të huaja të mos mendojnë në kurrë bile në shkollën e mesme gjuha e huaj ka qenë e hequr si lëndë, është vendosur, gjuha shqipe është një nga gjërat më të rëndësishme, edhe siç e vu të re, provimi i letërsisë këtë vit, fëmijët janë të vegjël, po kam parasysh maturantët e patin të vështirë, nuk ishe kollaj të merre 10, domethënë që të zotëroje gjuhën dhe letërsinë shqiptare. Madje së fundi me gjë se dolën pak tek maturantët, janë shkaluan pak atë botën e fëmijëve. Tashmë po në provimet e maturës duhet futet edhe gjuha angleze dhe unë mendoj që kjo është edhe një shtysë e mirë, sidomos për gjimnazistët që t'i vën forca për ta mësuar. Është një augur shumë i mirë që ata ta përvetsojnë më mirë gjuhën e tyre dhe të bëhen më tepër kurkus ndaj vetes së tyre, sepse është edhe një mundësi për jetën e tyre, sidomos në provimet e maturës. Sepse mbase në provimet e maturës mësohet më tepër për lëndët që ti duhet japësh provim, por nëse ke edhe anglishtën, kjo është një gjë shumë e mirë sepse mëson më tepër edhe gjuhën angleze dhe sigurisht që kjo jo vetëm shërben për provimet e maturës, por njëkohësisht të shërben edhe për vetjetën. Dhe do të thoj edhe pak një diçka tjetër, nga që mbase fëmijët akoma nuk e din, por poeti ynë kombëtar Naif Rashti ka shkruar në greqisht Dëshira e vërtetë e shqiptarëve, një poem shkruar në greqisht, jo në shqip, dhe ajo është përkthyer nga greqishtja në shqip. Ka shkruar një nga librat e tij më të mëdhenj, Tehayulat, ose e përkthyer Ëndërrimet në persisht. Siç e dini, Fanoli ka ditur, është poligloti, kur di shumë të gjuha, ka shkruar në anglisht, bile ka mbrojtur edhe disertacionin Beethoveni dhe Revolucioni Frank. Edhe ka sot shkrimtarë, shqiptarë, unë njoh për shembull Elvira Dones, që shkruan në gjuhë të huaja, njoh Gëzim Majtari që shkruan në italisht, edhe pastaj i përkthehen ose i përkthehen shqip. Domethënë, në qoftë se zotëron pra gjuhën tënde amtare, atëherë do të arrish në atë shkallë. Për sosmërie edhe të gjuhës shqipe, por do t'ju thoshe që, siç e di unë nga eksperienca, siç thuhet, që një gjuhë të huaj e di kur arrin të mendosh në atë gjuhë. Domethënë, a keni gjurë po flet me veten ai? Ne moshat e mëdha flasim me veten, për shembull. Të arrish të flasësh me veten në gjuhë italisht. Të mendosh italisht, të mendosh anglisht. Në qoftë se arrin të mendosh në gjuhën angleze, atëherë thua me plot gojë që unë e di anglishten. Po, profesor Marko, faleminderit. Në këtë moment do të vazhdojmë sërish të ndjekim një tjetër këngë, sepse parada e këngëve në këtë program nuk do të mungojnë, sepse këtu kemi të ftuar fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve. Dhe njëkohësisht unë juftoj që ta ndiqni të shihoni këtë këngë që ne do të prezantojmë vetëm për kënaqësinë tuaj, dhe më pas do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me bisedën tonë. Jetën tonë të zbukurojnë, diturinë e mësojnë, si sot funksionon kjo jetë.
Aeroporte dhe tramvaljet janë. Plot me njerëz në lëvizje, shihet e qytet. Te eksplorojmë me fëmijë. Pallate ndyra i shikojmë. Aeroporte dhe Tramvajet janë. Plot me njerëz në lëvizje sot. ne eksplorojmë për të botën na ne mbanë sot. Vitet e flutuar sotën ne. Fëmijët ta formën çdo shtet dhe qytet e sot. Europa mbar, pa kufia sot. Kjo natyre bukur sot, ngjyra plot ylveri jon. Sot tani e fluturojnë, e tregon këtë shkenca sot. Internetin aplikojnë, plot kuriozitet e gjejnë. Me shokët bisedojnë, në gjithë botën eksplorojnë. Kjo natyre bukur sot, ngjyra plot ylveri jon. Sot tani e fluturojnë, e tregon këtë shkenca sot. Internetin aplikojnë, plot kuriozitet e gjejnë. Me shokët bisedojnë, Të gjithë botën eksplorojmë, te eksplorojmë me fëmijët. pallate ndyra i shikojmë. Aeroporte dhe tramvaljet janë. Plot me njerëz në lëvizje, qiell dhe qytet. Te eksplorojmë me fëmijët. Pallate ndyra i shikojmë. Aeroporte dhe Tramvajet janë. Plot me njerëz në lëvizje sot. ne eksplorojmë në gjithë botën na ne mbanë sot. Vitet e flutuar sotën ne. Fëmijët ta formën çdo shtet dhe qytet e sot. Europa mbar, pa kufia sot. Jemi rikthyer sërish në studion e emisionit ton, kënga që ne sapo ndoqëm ishte Gjithë botën eksploroj. Unë duhet pyesja pak fëmijët, a eksplorohet bota në qoftë se ju nuk dini gjë të huaja? Jo. Kush më jep një përgjigje? Kush do flasi pak? Do flasi këtë çunit. Do ma thosh pak emrin? Kevin Azizi. Kevin, po Kevin. Në qoftë se nuk di gjuhë të huaja, botën nuk eksploron dot. Sa më shumë gjuhë të dish, aq më i miri, siç e tham edhe në gjuhën angleze, që është një gjuhë ndërkombëtare dhe ne të gjithë fëmijët duhet ta dimë këtë gjuhë, sepse ajo na jep, domethënë, na hap dyert kudo që ne do të vemi. Po. Ti çfarë gjuhë studion në shkollë? Unë në shkollë studioj 2 gjuhë, gjuhën angleze dhe gjuhën italiane, por gjuhën angleze më pëlqen më shumë se është një gjuhë ndërkombëtare, siç e thash, dhe jam në një kurs për të, jo te kursi i qendrës kulturore, por te kursi i Lee Center. Mirë. Po fëmijët e tjerë çfarë gjuhë mësojnë në shkollë? Me mësojnë anglishtën të gjithë? Po, të gjithë. Keni dëshirë ju që të shkoni në të ardhmen jashtë shtetit? Pse jo, mbas edhe për studime, nuk ka dëshirë asnjëri për ju të shkojë për studime jashtë shtetit dhe sigurisht që po mëson me shumë dëshirë gjuhën e huaj në mënyrë që ta ketë më të thjeshtë për të bashkë. Ja dua të vajzën këtu e cila do më flasi pak. Ti do ti ke dëshirë që të shkosh me studime jashtë shtetit? Po, kam. Ke. Në cilin vend ke dëshirë që të shkosh? Në shumë vende. Për shembull, dëshiron të shkosh në Angli, meqense flasim për gjuhën angleze. Po. Ke dëshirë? Atëherë ti po i përkushtohesh shumë gjuhës angleze që ta mësosh sa më mirë? Në fakt në shkollë unë nuk e bëj gjuhën angleze. Nuk e bën gjuhën angleze, ha? Bëj gjuhën franceze. Edhe sigurisht edhe frëngjishtja është edhe një gjuhë shumë e mirë në fakt që ta di. Përveç anglisë është gjuha e dytë në botë. Po, mësojnë gjuhën frëngjisht. Po tjetër, po fëmijët e tjerë, çfarë gjuhë ju pëlqen më tepër që të flisni, për shembull kur jemi me njëri tjetrin në shkollë, në orën e anglishtes, në orën e italishtes, nuk e di. Atëherë komunikoni me njëri tjetrin ju fëmijë? Për shembull në gjuhën italiane, kush do të flasë tjetër nga ju? Do flasë kjo vajza këtu? Hajde. Më thuaj 2 fjalë. Cila është gjuha që të pëlqen më tepër? Atëherë mua gjuha që më pëlqen më shumë spanjishtja. Spanjishtja. Spanjishtja më duket se pëlqen nga televizore. Po. Duke se shkon telenovela, ati që kemi mësuar spanjishte. E zbuluam edhe një sekret të vajzës. Po tjetër? Po mund t'ja hapësh mikrofonin edhe ndonjë... Po? Vajzës më përpara, mund t'ja hapësh pak mikrofonin, e cila ka dëshirë që të flasë? Po. Të pëlqen gjuhët e huaja ty? Po. Pse të pëlqen gjuhët e huaja? Më thuaj pak, pse të pëlqen ty gjuhët e huaja?
Më gjuhët të huaja më pëlqenë edhe po të isha jashtë shtetit unë, do flisja dot unë. Nuk do flisje dot në... Po, ti ke dëshirë që të shkosh jashtë shtetit? Po, kam shumë dëshirë. Në cilin vend ke dëshirë ti që të shkosh? Në Paris, më pëlqen shumë. Në Paris? Po. Ke filluar që ta mësosh frëngjishten? Unë nuk bëj frëngjisht shkollën time. Bëj anglisht. Apo në të ardhme ke dëshirë që ti nënshtrohesh në një kursi për ta përvecuar më mirë gjuhën tënde dhe që të shkosh me studime në Paris. Unë uroj që të gjithë ju t'i realizoni këto ëndra tuaja, sepse është në fakt edhe shumë mirë që ti kryesh studimet jashtë shtetit, por vetëm jashtë shtetit sepse pasi të kesh kryer studimet, le të vini këtu në Shqipëri sepse vërtet Shqipëria ka nevojë për ju, për gjithë ju të cilët studioni jashtë shtetit. Keni njohuri të mjaftueshme, atëherë ti vini në zbatim për vendin tuaj dhe për atë dheun tuaj. Mirë, unë na hapësh pak mikrofonin të lutem sepse ne do të vazhdojmë bisedën këtu në studio. Mirë, unë do të vazhdoj sërish t'ju bëj pyetjet atyre të cilat kemi këtu në studio dhe pikërisht do t'ju drejtohesha cilat janë zotëria. Çfarë favoresh ka gjuha e huaj për ju? Tani favoret dihet të paktën nga ana organizative, duke qenë dhe drejtori i qendrës kulturore. Drejtori që për këtë po flasim. Aplikoj për shembull në internet për kontrata që mund të kem të ndryshme me homologët e mi. Jashtë shtetit, është e para. Tjetra është që mund të krijoj dhe lidhjet profesionale. Po. Për shembull, kemi patur raste që kemi dërguar dhe krijimtari, domethënë nëpërmjet internetit. Pra, interneti është një, si thuash, një mundësi më tepër për të eksploruar botën, ishte kënga që ne sapo ndoqëm me lidhje me këngën. Profesor Marku, cilat janë favoret që keni ju kur dini një gjë të huaj, favoret që keni në punën tuaj? Unë si thash, favori ndihma e parë se një gjë të huaj mund të studiosh. Domethënë të studiosh ato shkenca shoqërore të cilat nuk mund të arrish t'i gjesh në gjuhën anëtare. Mbasi thash si gjithmonë, ne duhet të shfrytëzojmë kulturën tonë, mundësitë, pasurinë tonë që tashmë kemi të përkthyer dhe që pasurohet nga viti në vit, dalin aq shumë libra sa një njeri nuk mund t'i arrijë t'i lexojë gjatë gjithë jetës së tij, prandaj do të detyrohet të përzgjedhin. Por një favor tepër i madh, një ndihmës shumë e madhe do të ishte që nëse unë do të dija në mënyrë të përsosur anglishten, unë vetë do të përktheja nga krijimtaria e ime ose shokëve të mi, nga gjërat më të mira. Gjë e parë do t'i hidhja në internet, si shta dhe zoti Sheme, do t'i hidhja në internet, mbasi ato dikush do t'i hapin, ose do të trokisja tek një botus, për shembull në gjuhën angleze, apo italiane, apo franceze, mbasi të gjithë shkrimtarët. Unë di rasti më i parë që më kujtua është rasti Ismail Gadares, të cilin bëri të mundur të japin atë si thuaç ta nxjerrë në orbitën e letërsisë së përballshme i madhi Jusuf Vrioni, i cili e prezantoi së pari në franceze me generalin e ushtrisë së vdekur. Por ti gjithashtu që Fatos Kongoli nuk arriti dot, me shumë vështirësi arriti që ta përkthente romanin e parë i huaj në frëngjisht, por duhet dini se nuk është aq e lehtë të qash, domethënë në tregun e evropian me letërsi. Mbasi përplaset në Itali, në Francë, në Angli, në Amerikë përplaset e gjithë letërsia botërore, që nga Amerika e Jugut, Afrika e tjerë. Kështu që vështirësia qëndron në përkthimin e këtyre veprave. Edhe duket mos të besuar se një emër krejt i panjohur, Fatos Kongoli ka trokitur në 18 shtëpi botuese dhe shtëpia e 19 botuese ja pranoi romanin dhe 18 të tjerët u hidhruan kur ky bëri buj në Francë. Dhe qysh atëre roman pas romani, Fatos Kongoli është nga përfaqësuesit tanë më të shquar në të gjithë Evropën tashmë. Librat e tij kanë filluar të përkthehen krahas letërsisë së madhe të Kadares.
Zonja Linda, një pyetje për ju. Do doja që në këto moment të shikonit nga kamera dhe të drejtonit një këshill të gjithë fëmijëve për të mësuar sa më tepër gjuhën huaja, sepse vërtet edhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Duke qenë se gjuhët e huaja kanë shumë rëndësi, fëmijët duhet të mësojnë sa më tepër gjuhën huaja, një këshill nga ju që jeni vetë prind. Atëherë do të thosha të gjithë fëmijëve që sikur dhe një shkronjë, sikur rreshtat dhe gjithçka që mban gjuha e huaj duhet ta mësojnë vetëm me shkrim dhe jo thjesht nga televizori. Sepse thjesht nga televizori nuk e mëson dot ama me dialektin që ka ajo gjuhë. Dhe këtë nëse do më lejohet që ta them, sepse duhet të rregoj një rast, un kam një nip edhe një mbest në Itali. Ata vajtën më mbrapa se prindrit e tyre. Po. Dhe kur bashkëbisedojnë me prindrit, shpesh i thonë prindërve të tyre, baba këtu e bëre gabim sepse nuk është kështu, po është kështu. Atëherë kjo ka të bëjë mendoj unë, në rastin e parë fëmijët janë më të kapshëm, i përvetsojnë më shpejt gjuhët e huaja, dhe në rastin e dytë kur fëmijët janë në një vend jashtë shtetit, atëherë ata kanë mundësi që të shkojnë në shkollë, të jenë më tepër në kontakt me njerëz të moshës, me bashkëmoshatarët e moshës së tyre, dhe mbase kjo krijon atë favorin që ata megjithëse mund të kenë një periudhë më të shkurtër se prindrit të tyre të cilët ndodhen atje ta kenë përvetësuar më mirë gjuhën italiane në rastin konkret. Tamam me dialektin që e ka ky qytet, sepse vetë Italia është si puna e Shqipërisë, kanë dialektet e tyre. Dhe duhet të them gjithë fëmijëve sot i kanë gjitha kushtet e nevojshme për të mësuar gjuhën e huaj. Dhe them që ta mësojnë. Sot ta mësojnë me dëshirë sepse do duhet vërtet për jetën e tyre. Po, edhe një këshill edhe për prindrit do të doja unë. Çfarë do t'i thoshe ti për shembull prindërve, që t'i shtyje më tepër ata që t'i shtyin ata fëmijët e tyre për të mësuar, megjithëse jam shumë e sigurt që këtë e bën shumica e prindërve. Sot nuk them që mund të ketë prindër që pengojnë që fëmija të mësojë, por ata fëmijët sot kanë edhe shumë komunitete në shkollat e tyre. Për shembull kanë vajzën të shkollës muzikës, aty është dhe gjuha anglishtja dhe italishtja. Dhe kështu që vajza ime mund të zgjedhë anglisht, por mund të mësoj dhe italishtën. Po, janë të dy. Kështu që në tëra nuk besoj se ka ketë prind që të ndaloj fëmijën e tyre. Po, dhe për këtë unë dua të pyesja edhe pak fëmijët të cilët janë këtu. Fëmijë më thoni pak, cilat janë ato këshillat e prindërve tuaj që japin gjithmonë? Për shembull, nuk i thon prindërit tuaj që mësoni anglishtën sepse është shumë e domosdoshme. Si do thot mami ty për shembull? Të thot ndonjëherë mami që ato orë që ti shikon televizor, shumë mirë mund të hapësh një libër në italisht, në anglisht apo në gjuhën tënde që të pëlqen më shumë, ta lexosh dhe ta përvetësosh atë. Si thot mami ti për shembull? Hapi librat mëso. Anglishtën. Po? Dhe ti e ndjek këshillën e mamit për shembull? Po. Ja do pyes edhe pak këtë djalin këtu i cili nuk ka folur. Si të quajnë ti? Franka. Franko, ti je në qendrën kulturore të fëmijëve? Po. Po. Mirë. Çfarë të thot mami ti kur je në shtëpi? Të thot mami që mëso anglishtën sepse do të duhet shumë? Po, më thot. Të thot të pëlqen anglishtja? Më pëlqen. Po tjetër çfarë gjuhë të pëlqen ty? Më pëlqen edhe italishtja. Edhe italishtja. Mirë. Edhe nga ju zotërion, unë doja që t'i drejtonit një mesazh të gjithë fëmijëve, jo vetëm të gjithë fëmijëve, por njëkohësisht edhe një mesazh për të gjithë fëmijët që të vinë dhe të frekuentojnë edhe kurset tuaja që keni për gjuhët e huaja, sepse mund të ketë familje jo nga dëshira e tyre që mos të çojnë fëmijët për të mësuar një gjuhë të huaj, por kjo varet edhe nga gjendja e tyre ekonomike. Mbase nuk kanë mundësi që në shkollat e tyre të bëhet një mësim i rregullt të gjuhëve të huaja, ose nuk kanë mundësi që fëmijët e tyre të ndjekin një kurs. Pra unë thash, jo sepse ata kanë dëshirë ta bëjnë këtë, por varet edhe nga gjendja ekonomike. Dhe sigurisht një mundësi shumë e mirë dhe një favor këtë ua krijon edhe qendra kulturore e fëmijëve. Apo jo? Pra t'i afrojnë sa më shumë fëmijët në anglisht, në italisht, në të dyja këto rrethe. Për gjuhën e huaj, pasi gjithmonë këto e ka të theksuar dhe më përpara, janë mbi kapacitet dhe ka shumë kërkesa. Po, edhe një mesazh për fëmijët që të mësojnë sa më shumë gjuhën e huaj? Sa më shumë gjuhën huaj, kjo është e para, dhe të aplikojnë sa më shumë internetin, pasi kështu mund ta njohin botën. Po. Kushte internet këtu nga fëmijët? Ka ndonjë? Ja ky djali, hajde pak këtu. Sa vjeç je ti? 12. Je 12 vjeç. Na folë italisht. Anglisht di? Po. Mëson në shkollë anglisht? Po.
Të pëlqen gjuha angleze? Më pëlqen shumë. Cila gjuhë të pëlqen më tepër? Kthehemi pak te nga kamera. Cila gjuhë të pëlqen më tepër ty? Gjuha që më pëlqen më tepër është anglishta, sepse dihet që anglishtja është një gjuhë ndërkombëtare dhe kudo që veten në botë, anglishta të shërben shumë. Ti për shembull dëshiron që studimet ti kryesh jashtë shtetit? Unë kam ëndër që të shkoj në një universitet të Amerikës, që njihet shumë, të vazhdoj atje për mjekësi, por të gjitha varet nga puna dhe studimi. Të gjitha. Wow, shumë mirë. Unë doj një duar të gjej për të djalin sepse më pëlqeu shumë se si foli. Mirë. Më thënë që do të shkosh me studime jashtë shtetit për mjekësi. Po më pas si mendon ti të vish dhe të punosh në vendin tënd, në atë tënd për të shërbyer sa më tepër atij, apo pastaj do kesh dëshirë që të rish dhe të vazhdosh punën tënde në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Për këtë nuk kam menduar ndonjëherë. Nuk e menduar ndonjëherë? Por të gjitha këto vinë në të ardhmen. Të gjitha këto vinë në të ardhmen. Mirë djali, mund të ulesh, faleminderit edhe një pyetje tjetër për fëmijët. Pra, ju në qoftë se shkoni për studime jashtë shtetit, do të kishit dëshirë që të kthehesh dhe ta ushtrojit profesionin tuaj këtu në Shqipëri, apo mendoni se vendi ku ju keni ushtruar studimet mund t'ju krijojë hapësira më të mëdha për veten tuaj? Kush do flasi pak? Kush do t'i përgjigjet pak kësaj pyetjes? Klementini, hajde Klementin. Më pëlqen shumë që studimet i vazhdojnë në Angli. Profesioni i arkitekturës në Angli është më i miri. Po? Dhe kështu që mendoj që në të ardhmen të vazhdoj për arkitekturë në Angli. Në Angli, po pastaj do të vish në Shqipëri apo? Me qenë se arkitektura është një profesion shumë i mirë në Angli, besoj se do të vazhdoj atje. Do të vazhdosh atje. Mirë, mund të ulesh edhe diçka tjetër. Këtu kemi më tepër fëmijë të cilët janë aktivistë në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, por janë edhe këngëtar. Ka ndonjë prej jush i cili ka dëshirë të më këndojë një pjesë ose një këngë në një gjuhë të huaj, jo në gjuhën shqipe? Kush do të më këndojë, kush di? Po djali atje mund të vish këtu? Hajde pak këtu se do të na këndosh. Si ke emrin në fillim, mund të kthehemi këthe nga kamera. Emri im është Arnel. Arnel. Fituesi çmimit të parë në festivalin e fëmijëve të lumt. Ti ke dëshirë që të mësosh gjuhë të huaja? Po, kam shumë dëshirë. Cila gjuhë që të pëlqen më tepër ty? Italishtja. Italishtja. Ke filluar që me kurse të ushtrohesh për italisht? Jo, po e kam mësuar atë nga televizori dhe di ta flas mirë. Mirë, po këngë diti në gjuhë të huaja për shembull në italisht, meqense na thësh që të pëlqen. Në italisht. Do ta këndosh pak në italisht? Po. Atëherë ta dëgjojmë me kënaqësinë më të madhe. Mund të shkosh pak më këtu dhe mund të dëgjojmë këngën e djalit. Se provi a volare, ti accorgi che qualche stella sta lì per noi, e sfiorando in lei sei più libero, sei più libero. Të lumt? Mund të ulesh, faleminderit. Po dikush tjetër ka dëshirë që mbas të më recitoj një dy vargje në ndonjë gjuhë të huaj, jo në shqipta. Tjetër, kanë dikush prej jush për shembull Klementin? Ti di ndonjë këngë në anglisht, meqense na the që ke shkuar edhe në Angli, besoj se do kesh mësuar. Hajde Klementin. Nuk kujtohet asnjë këngë. Nuk të kujtohet asnjë këngë në anglisht? Asnjë. Po dikush tjetër prej fëmijëve keni mësuar ju për shembull kur bëni anglisht ose italisht në klasën tuaj në shkollë, nuk keni mësuar ndonjë vjersh të shkurtër që na e recitoni këtu? Apo jo, mirë, asnjëherë nuk ka dëshirë. Profesor Marku, një mesazh për të gjithë fëmijët për ta përvetësuar dhe për të mësuar, për të pasur një dëshirë shumë të madhe për gjuhët e huaja. Okej, po. Njëherë po e them si përfundim që gjuhë e huaj nuk është as stoli, as për të lavdëruar dhe mburur. Që unë di italisht, unë di anglisht. Gjuhë e huaj shërben vetes për të ecur më tej në jetë. Qëllimi i gjuhëve të huaja, si thash, është komunikimi, po për më larg është studimi dhe për më larg është ai që do të bëhet njëri i avancuar, i ditur i shoqërisë, ai do të punojë edhe për gradat shkencore, do të punojë edhe për master, për doktor, për profesor. Shkrimtari do të përpiqet të arrijë të përkthej ose të shtohet numri përkthyesve nga shqipja në gjuhë të huaj, ashtu si dhe nga gjuhët e huaja në shqip. Midis fëmijëve janë shkrimtarë të ardhmë, përkthyesit të ardhshëm, janë historianët, janë shkencëtarët, në të gjitha fushat e shkencës, duke filluar nga arkitektura që tha djali, deri tek mjekësia. Domethënë, gjuha e huaj nuk është stoli, por është një domosdoshmëri.
Dhe jo më kot kjo dita e sotme, është dita Evropiane e gjuhëve të huaja, basi ne flasim gjithmonë në kuadër të Bashkimit Evropian, atje ku synojmë të futemi si Shqipëri sa më parë dhe sa më shpejt. Prandaj ndoshta edhe ne e përkujtuam këtë ditë sot bashkë me fëmijët, sepse kjo na shërben të gjithëve që të vemi, të futemi në Bashkimin Evropian, të zhvillojmë edhe vendin tonë. Gjuha, si thash edhe që parë, është një nga shtyllat në jetën e njeriut, por gjuhë e studiuar në mirëfilli, kur thonë. Dhe jo gjuhë me disa zhargone, i thonë një fjalë, me disa shprehje mësura përmendsh, që të mësosh gjuhën e huaj, duhet të formulosh në mënyrë origjinale pyetjen, bisedën, shprehjen, tjetë e jotja dhe jo, sepse hua mund të marrësh në 100 shprehje, për tjera duhet i krijosh vetë. Prandaj unë do t'ju thosha fëmijëve që krahas asaj që e quajnë mësimi gjuhës huaj, të fillojnë të komunikojnë siç bëre provë Lerida, bashkë, që luan të dy fëmijët, mos janë dhe vëllaja motër, më thanë. Vëllaja motër? Kështu që, aq më mirë do më thënë që të dy komunikojnë, po kështu do të komunikojnë dhe të tjerët. Tere kjo është që, por gjithmonë të fundit do thosha që të mos harrojmë gjuhën shqipe, ne kishim dhe një këngë që parë për gjuhën shqipe. Është e vërtet. Në fakt, ne nëpërmjet këtij programi synuam që në radhë të parë ti përmendim që data e sotme është pikërisht Dita Evropiane e Gjuhëve të Huaja të gjithë fëmijëve, sepse ky është edhe qëllimi në fakt. Por njëkohësisht të përcjellin tek ju edhe një mesazh tek të gjithë fëmijët që të mësojnë sa më tepër gjuhë të huaja, sidomos anglishtën, e cila është një gjuhë ndërkombëtare, por përveç saj, pse jo, ne kishim shumë dëshirë, besoj se të gjithë fëmijët kanë dëshirë për ditur sa më tepër gjuhë të huaja, sepse në këtë mënyrë ata e kanë më të lehtë për të çarë edhe në rrugën e vështirë të ardhmes së tyre, apo jo? Me anglishtën në Francë ngel në klasë. Meqense unë përmend anglishtën në fakt sepse është shpallur si një gjuhë ndërkombëtare, ndërsa pak më parë thash që frëngjishtja është gjuha e dytë në botë. Është e vërtetë kjo? Jo, faktikisht francezët janë tepër nacionalistë dhe nuk kanë, jo se nuk i njohin gjuhët e botës, i njohin shumë mirë, pasi kanë qenë dhe kolonizatorë, si që kanë qenë dhe anglezët, kanë fuqi të mëdha, por ata kanë një ndjenjë nacionaliste që duhet ta kenë dhe këta fëmijë, ata ndjenjë nacionaliste, patriotike, që për gjuhën shqipe, ashtu si që kanë francezët për gjuhën e tyre. Po, këtë besoj se ka çdo popull. Edhe ne shqiptarët shuhemi për atë dashuri, për patriotizëm. Mirë, ky është programi sepse minutat përfunduam shumë shpejt. Unë ju falenderoj shumë. Falenderoj drejtorin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, zotin Erion Sheme, që ishte i pranishëm me ne në studio. Falenderoj njëkohësisht edhe drejtorin e programacionit të televizionit Apollon, por njëkohësisht që në këtë emision ne prezantuam si një shkrimtar dhe më tepër për librat e bukur që ai ka shkruar për fëmijët. Na foli dhe besoj se i ka dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm të gjithë fëmijëve të cilët janë duke na ndjekur. Falenderojmë edhe një herë zonjën Lindita, e cila është kryetare e prindërve. Ju falenderoj njëkohësisht, falenderoj shumë edhe të gjithë fëmijët të cilët erdhën këtu në studion e emisionit tonë. Ju falenderoj shumë dhe ju i dëgjuat me kujdes mesazhet që ju dhan zotërin dhe zonja që ishte këtu. Do t'i keni parasysh këshillat e tyre për të mësuar sa më shumë gjuhë të huaja, një po të fortë? Po! Bravo! Mirë, mësoni sa më tepër gjuhë të huaja. Tani, prandaj kanë shkaq shumë. Për gjuhë të huaja të gjithë duhet kemi shumë sa. Ju falenderoj që na ndoqët dhe shpresoj që të kemi përcjell një mesazh sa më të mirë tek të gjithë ju të cilët qëndruat së bashku me ne për rreth 60 minuta. Ju falenderojmë edhe një herë me mesazhin që të mësoni sa më tepër gjuhë të huaja, sepse është vërtet një prej gjërave kryesore për të bërë një njerëz të plotësuar, sepse tashmë gjuhët e huaja janë kthyer edhe në një domosdoshmëri. Ju falenderoj që na ndoqët, bashkë miru takofshim. Mirupafshim! Mirupafshim!